Sot jemi mbledhur për ta përkujtuar njërën nga plagët më të mëdha të shoqënisë tonë, ditën kombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, 27 prillin. E për neve si qendër burimore kjo datë sot është edhe më e vështirë për me përkujtu, sepse sot nuk e kemi shtyllën e organizatës tonë, por jo vetëm nuk e kemi figurën i cili e ka nisur këtë çështje në vitin 1998 tutje, e që fatkeqësisht nuk gjendet më në mesin tonë. Jem duke folur për Baca Bajram Qerkinaj, një figurë e cila u bë simbol i qëndresës, por edhe luftës për të vërtetën. Baca Bajram, bashkë me urtësinë, por edhe vendosmërinë e tij, gjithmonë ishte në balë kësaj betejë të drejtë, duke mos u ndalur asnjëherë, edhe për shkak të moshës së shtyrë deri në frymën e fundit. Baca Bajram nuk e jetoj jetën vetëm me dhimbjen e tij personale që edhe ka shkuar pa e gjetur djalin e tij, por me dhimbjen e mira familjeve, por në anën tjetër edhe me forcën për të kërkuar drejtësi për ta. Fatkeqësisht ende rreth 1600 persona janë ende në listën e të zhdukurve apo të pagjeturve. E në anën tjetër, neve si organizatë, por edhe aktivistë të shoqënisë civile, sidomos kësaj çështje të rëndësishme, kujtimi dhe vepra e Bacës Bajram na obligojnë të gjithëve të vazhdojmë rrugën e tij, edhe pse e kemi të pamundur me bo çfarë ka bërë Baca Bajram, por pa u lodhur e pa u dorëzuar deri në zbardhjen e rastit të fundit. Andaj, ju ftoj të gjithëve për 1 minutë heshtje. Lavdi. Medita, dobar dan svima. Kao što je gospodin Mergin rekao, danas je jedan od prvih sastanaka ovakve vrste, da mi bez gospodina Baca Bajrama budemo zajedno. Čovjeka koji je posvetio 4 veka za rad, to jest za traganje nestalih lica, čovjek koji se trudio ne samo za svog sina, ne samo za Albance, nego nije delio nikoga. Na većinu stvari međunarodnih organizacija koje su razumele našu bol, našu muku i još uvek podržavaju, ali znači u svakom smislu te reči, da mi ne stanemo, da se ne umorimo. Podstrek nam je uvek to što nam i oni daju snagu, a i mogućnost, čak banalno rečenu, i finansijsku, bez koje ništa od ovoga ne bismo mogli da radimo. Još jednom velika zahvalnost, pre svega njima što smo mi danas ovde. O gospodinu Bajramu Čerkinaju, ja se izvinjavam, neću mnogo. Mislim da bi bilo malo čitav dan jedan da se o njegovoj dobroti, o njegovoj mudrosti priča. Ja bih samo rekla
Sa i përket strategjisë për drejtësi transicionale, më lejoni t'i them disa çështje që se si ka derivu që shteti ynë Republika e Kosovës të merr iniciativë për të krijuar një dokument strategjik i cili në fokus në epicentër ka viktimat. Fillimisht duhet të them që në brenda Ministrisë Drejtësisë ekziston departamenti i posaçëm i cili quhet Departament për Çështjen Drejtësi Transicionale dhe Mbështetjet e Viktimave të Krimit. Brenda këtij departamenti ekziston divizioni i posaçëm në cilën jam unë me kolegët e mi, ku merremi totalisht 24 orë me aspektet e politikave publike të drejtësisë transicionale. E tani, drejtësia transicionale është pak fushë shumë e gjatë, mirë po epicendra dhe fokusi gjithë konceptet e drejtësisë transicionale janë viktimat. Kur është themelu ky divizion, ky departament konkretisht, ka pas diskutime të shumta që a ka nevojë Kosova të ketë një strukturë administrative e cili koordinon politikat publike të shtetit tonë, të Republikës Kosovës në raport me të kalumen, me drejtësinë transicionale, në raport me politikat publike, në raport me nevojat që kanë kategoritë e viktimave dhe në raport me koordinimin me institucionet që merren me kategoritë e viktimave. Dhe në fundit është marrë vendim që të ketë një divizion, një departament i cili merret me këtë çështje. Puna e parë kur është themeluar ky departament ka qenë se si të shkohet tutje që shteti ynë të mos mbetet peng i rajonit në raport me trajtimin e të drejtave të viktimave. Shpeshherë dilemat që kanë lindë, që janë zhvilluar dhe diskutimet që i kanë derivuar kanë qenë të tilla që se si duhet të qasemi të kaluarës në raport me politikat tona publike. Dhe mbi këtë bazë është menduar që Kosova duhet të ketë një dokument strategjik, një platformë e cila përfshin, përmbledh, koordinon, sistemon, angazhon të gjitha aspektet e politika publike në që merren me trajtimin të drejtave të kategorive të viktimave. Dhe mbi këtë bazë është propozuar që Kosova duhet të miratojë një strategji e cila do të jetë platformë mbi të cilën do të bazohen politikat tona publike ose politika shtetërore të Republikës Kosovës në raport me të kalumen. Në këtë kontekst është kriju një proces në cilin është dizajnu struktura e aktiviteteve që kanë të bëjnë me drejtësinë transicionale. Ju keni qenë edhe qendra burimore për personat pa gjetur ka qenë pjesë e konsultime publike që janë mbajtur, kur është diskutuar mbi strategjinë, mbi draftet e strategjisë, mbi propozimet e strategjisë për drejtësi transicionale. Fatmirësisht, mas shumë diskutimeve, konsultimeve, debateve, edhe analizave që janë bërë, në qershor të vitit kaluar ne kemi arritur ta miratojmë strategjinë në 13 qershor, kështu që parafërsisht më pak se një vit, dikon rreth 8 muaj që është miratuar strategjia për drejtësi transicionale, edhe në këtë dokument, një prej fokuseve themelore ose baza ose me vëmendja janë edhe personat e pagjetur. Kështu që ose personat e zhdukur me forcë. Mbi këtë bazë, unë do t'i përshkruaj disa nga aktivitetet ose veprimet ose nevojat që strategjia i parashen në raport me të drejtat dhe me personave të pagjetur. Përshëndetje edhe njerë gjithëve. Sigurisht që po mirë që në bazën e takimeve, në kuptimeve të respektimit një transparence, po në respektimin një drejtë elementare të patjetërsueshme si është drejta për ditë ose drejta për të vërtetën. Kemi edhe sot mundësinë, duke falendëruar organizimin nga qendra burimore për persona zhdukur, por pashmangshëm duke vlerësuar lart mbështetjen edhe nga një sër partnerësh vendor dhe ndërkombëtar, që edhe kanë krijuar mundësinë e këtij takimi, po edhe në kuptimin e mbështetjes të vazhdueshme në raport me procesin e rishimit të fatit dhe vendosjes së personave zhdukur. E ndjej për obligimin që ne me të kolegëve të komisionit, kryesues të komisionit dhe të gjithë anëtarëve të komisionit, t'ju përcjell përshëndetjet dhe pa dashur shumë ngarku takimin me këtë pjesën protokollare, megjithatë po i përmend paraqitash juve përfaqësues të familjes dhe familjarëve të personave të zhdukur, kolegë përfaqësues të institucioneve, zotin Sfirca, doktor Ditorin, Valdonin dhe gjithë kolegë tjerë nga Ministria e Drejtësisë, gjithsesi edhe partnerë ndërkombëtar, kolegë nga EULEX-i, nga Komisioni Ndërkombëtar për Persona Zhdukur, ambasada zvicrane ishte më herët, nuk po e shoh më rudin, kolegë nga ambasada britanike, nga nisma trime për drejtat njerëzit,
nga institutimi ligjor edhe Fatmirën. Këtë rast gjithsesi edhe kolegët ose përfaqësues të mediave, gazetarë që mbetet padyshim një nga aktorët kyç edhe mbështetësit kryesorë të punës dhe angazhimit tonë përbashkët, po dhe në adresimin e kërkesave të vazhdueshme të drejtat familjes dhe familjarëve të personave të zhdukur. Me shumë kujdes, Bakiu gjatë prezantimit të objektivat prioritetet të strategjisë për drejtsinë tradicionale, theksoi disa herë përsëriti që pothuajse të gjitha objektivat, prioritetet, një veçantë në një nga 4 parimet, këtë rast të flasim për parimin, me kujdes po e quaj ose kushtimisht parimin e parë, pra drejtën për ditë ose drejtën për të vërtetën, e theksoi që gjitha objektivat janë vendosur bashkërisht qoftë nga ana institucioneve apo nga ana përfaqësuesve të familjes dhe familjarëve të personave të zhdukur. Rrjedhimisht, siç e kemi theksuar në vazhdimsi, në një proces të tillë të rëndësisë jetike për shoqërinë, për vendin, ne, këtë rast si përfaqësues të institucione, po si përfaqësues të shoqatave dhe familjes të personave të zhdukur, jemi bashkë në këtë rrugtim. Dhe siç e nisëm me shumë të drejtë, edhe këtë takim, duke kujtuar ose nderuar kujtimin për të ndjerim Bacën Bajram, me cilin pavarësisht që në pikat caktuara ndoshta nuk kemi pasur qëndrime të njëjta, megjithatë në fund të ditës synimi, qëllimi ka qenë gjithmonë i përbashkët. Dhe pa dashur asnjë rrethon me personalizu, unë e kam thënë në vazhdimsi që përkundër pjesa më e madhe jush keni qenë pjesë e një organizate ndoshta të përbashkët ose angazhimit, po megjithatë unë kam pas këtë rast po e them ndoshta edhe nderin po edhe përgjegjësinë që të jem komunikim pothuajse nëse jo baza ditore, të paktën baza javore. Dhe gjithsesi Bacës Bajram po edhe shumë përfaqësuesve të familjeve, përfaqësues të institucioneve, herën e fundit takimin e fundit që kemi pasur organizuar me çana burimore, po them me përgjegjësi e kam theksuar edhe emrin e profesor Pajzit Nushit, ndjerit prej gjetës, që siç e thoshte Bacë Bajram, përfaqësues të institucioneve që këtë rast janë familjarë të gjithë familjarëve të personave të zhdukur. Po ndaj cilëve unë ndoshta po edhe kolegë që janë pjesë e këtij procesi, gjithmonë do të jemi mirënjohës, falënderues, jo vetëm për angazhimin dhe për kushtimin e tyre në këtë proces, por edhe për kujdesin e jashtëzakonshëm, për fjalët e mençura dhe mbështetjen e jashtëzakonshme që kanë dhënë për ne. Pavarësisht sfidave, dhimbjes, e kam thënë dhe po e përsëris që familjet dhe familjarët e personave të zhdukur janë njerëz mas fisnik të kësaj shoqënie. Është e pashpjegueshme se si në një dhimbje të vazhdueshme, kaq të madhe, se si në një jetë plot sfida të ankth, është pashpjegueshëm guximi, forca dhe gatishmëria e tyre për të mbështetur vazhdimsi punën e Komisionit Qevetar për Personat të Zhdukur, gjithsesi punën e institucioneve. Me shumë kërkim falje, po e them në raport me organizatorin, me që edhe kjo aktivitet, ky takim sot është në kuadër shënimit të ditës kombëtare ose ditës personave të zhdukur